Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, falenderimet dhe lavdatat dhe hamdi i takon të madhit Allah fuqi plot, salat dhe selam e çdo herë dhe pareshtur i dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Miqtë nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e të madhit Allah fuqi plot, po takohemi sërish në një takim të ri. Sot do të flasim për normat etike dhe shteti. Në fillimet e këtij rrugtimi së bashku, ju kemi thënë në emisionin e parë se do ta kemi udhërefyes dhe referencë librin e Hoxhës të madh, Muhammed Abdullah Derraz, i cili në librin e tij ka përmbledh normat dhe kodet morale, etike, juridike të cilat na i ofron Kurani. Dhe në një nga kapitujt e librit të autorit në fjalë është edhe ky kapitull, normat etike dhe shteti. Sigurisht se shteti dhe qeverisja e shtetit, nëse bëhet pa këto normat etike, atëherë ai shtet dhe ajo qeverisje do të jetë një qeverisje e pamëshirshme, për të mos thënë mizore për qytetarët e atij vendi që jetojnë nën udhëheqjen dhe hijen e atij shteti. Por kur normat etike, kur kodet dhe rregullat që duhet të respektohen, ato jetësohen, atëherë qytetarët e atij vendi, e atij shteti jetojnë në mirëqenie, në rahati, në lumturi e kështu me radhë. Kjo është një temë shumë e gjerë. Ideja është që të ndalemi në vija të trasha, nuk është ideja që të thellohemi dhe të zgjerohemi. Por të kemi kemi informata të përgjithshme sa i përket atyre normave etike të përgjithshme dhe shtetit. Autori fillimisht thotë ka një raport mes popullit dhe udhëheqësit, mes shoqërisë dhe atyre të cilët janë liderët e shoqërisë. Fillon fillimisht duke i numëruar disa prej detyrimeve dhe obligimeve që udhëheqësit i kanë ndaj popullit dhe shoqërisë së tyre. Për shembull, thotë prej obligimeve që udhëheqësit kanë ndaj qytetarëve të tyre është se ata duhet t'i konsultojnë dhe duhet t'i informojnë ko pas kohe qytetarët për ato që janë interesim për gjithë ata dhe për ato që janë e mire për gjithshme për gjithë ata që jetojnë brenda atij vendi, brenda atij shteti. Autori në këtë rast e sjell ajetin 159 nga kapitulla Ali Imran dhe thotë فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. E sjell një ajet ku Allahu Dhul Gjelal i jep këshilla praktike pejgamberit alayhis salam në këtë rast si udhëheqës me shokët e tij, me popullin e tij, si duhet t'i trajtoj ai shokët e tij, në këtë rast popullin dhe shoqërinë e tij. Tash ajeti në këtë rast është në kontekstin kur i drejtohet pejgamberit alayhis salam si i pari i shoqërisë së tij, si udhëheqës. Thot ajeti 159 Ali Imran, Allahu fuqiplot thot: "Fal mëshirës së Allahut, ti o Muhammed ishe i butë me ta." Në raportin dhe në qeverisjen që ti i ke udhëhequr ata, ti ishe i butë për plot butësi me ta. Sikur ti ishe i vrash dhe i ashpër me ta, ata do të ikshin prej teje. Poenta është pjesa e fundit, wa shawirhum fil amr, dhe mos hezito ti o Muhammed, ti konsultosh ata për çështje të ndryshme. Do të thotë, prandaj udhëheqësit kanë këshilltar, kanë ekip. Tash nuk duhet kjo të kuptohet bukfalisht, por në kohën tonë moderne ne kemi praktika të shteteve, është një praktikë që njihet dhe quhet referendum. Ja, kjo pjesa e jetit pjesërisht na flet për
këtë proces. Do të thotë një shoqëri në një shtet të caktuar ka nevojë për të marrë një vendim të caktuar për një çështje të caktuar. Mirë po ja që nuk dihet në mënyrë të qartë se cili është drejtimi që ajo shoqëri dhe ai popull duhet ta merr në raport me një çështje të caktuar. Apo mund të ketë mendime të ndryshme. Prandaj edhe vjen në shprehje referendumi. Referendumi është një formë e konsultimit ku kërkohet mendimi i të gjithë njerëzve për një çështje të caktuar se cila duhet të jetë ajo rruga e duhur që një shoqëri vendos me e marrë një rrugë të caktuar për një kohë të caktuar. Prandaj Allahu Dhul Xhelal i thot pejgamberit alayhis salam washawirhum fil amri, dhe ti ata shokët e tu, shoqërinë tënde, bashkëpunëtorët e tu, si dush thuaj, konsultoj në çështje të caktuara. Një çështje tjetër që është obligim dhe detyrë e udhëhecësve karshi popullit dhe shoqërisë së tyre është se ata në momente të caktuara kur kërkohet të merren vendime të përgjithshme, të dobishme për të gjithë, nuk duhet të hezitojnë, nuk duhet të jenë konfuz, po duhet të jenë të vendosur dhe të marrin vendime që janë të dobishme për të gjithë. Prandaj autori në këtë rast e sjell ajetin tjetër po ashtu nga kaptina Ale Imran, ku Allahu thot fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Dhe kur prej teje kërkohet me marrë një vendim me rëndësi që është i dobishëm dhe është në të mirën e përgjithshme, atëherë duhet të jesh i vendosur. Mbështetju Allahut dhe merr vendimin, kështu e porosit Allahu pejgamberin alayhis salam. Një obligim tjetër i udhëheqësve karshi shoqërisë, karshi popullatës, është se prisit dhe udhëheqësit duhet të jenë çdo herë të drejtë dhe duhet të jenë të udhëhequr nga parimi i drejtësisë. Ata paraprakisht vetë duhet të jenë të drejtë dhe në anën tjetër ata duhet të udhëhiqen, të nxiten nga drejtësia. Autori këtu e sjell ajetin 58 nga kaptina Nisa, ku Allahu fuqiplot thot: "Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha." Allahu juve ju urdhëron, shoqani ajetin, Allahu juve ju urdhëron që secilit t'ia japni atë që i takon me drejtësi, të gjykoni me drejtësi, të ndani me drejtësi, ta çoni emanetin në vend. Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl. Kur gjykonin mes njerëzve, gjykoni me drejtësi. Inna Allahu Dhul Xhelal juve ju kërkon drejtësinë dhe ju porosit që t'jeni të drejtë. Inna Allaha kana samian basira. Allahu është ai i cili dëgjon dhe sheh veprimet e juaja. Pastaj një obligim tjetër i prisve dhe i udhëheqësve karshi popullit dhe shoqërisë është se ata janë të obliguar që të kujdesen ndaj pasurisë së përgjithshme dhe pasurisë së shoqërisë dhe pasurisë së shtetit. Do të thotë, prisat dhe udhëheqësit janë të obliguar, janë të detyruar të kujdesen për atë që quhet pasuri e përgjithshme, apo sikur ne që e njihemi sot në kohën tonë moderne, është buxheti i shtetit, është arka e shtetit, është emanet, është obligim që ata të cilët kanë përgjegjësi, kanë detyra, janë udhëheqës në pika dhe në postet e caktuara të kujdesen dhe të ruajnë pasurinë e përgjithshme dhe arkën e shtetit. Thot Allahu Dhul Xhelal, autori këtu e sjell ajetin nga kaptina Ali Imran, ajetin 161, ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Thot Allahu Dhul Xhelal, thot nuk i takon, nuk i ka hije që një i dërguar i Zotit të abuzoj me pasurinë e përgjithshme. Ata të cilët e vjedhin dhe abuzojnë me pasurinë e përgjithshme, me arkën e shtetit, me pasurinë e shtetit, ata do në ditën e gjykimit do të ballafaqohen me këtë haram, me këtë veprim të rënd,
Pastaj secilit do t'i jepet ajo çfarë ai e ka merituar në këtë botë, wa hum la yuzlamun, askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Pastaj një obligim tjetër që është normë etike që Islami e obligon dhe e detyron që ta ketë në konsiderat udhëheqësi dhe prisi përballë shoqërisë dhe qytetarëve të tij, është se të mirat e përgjithshme duhet të ndahen dhe aty në ato të mirat e përgjithshme duhet të kenë hise të gjithë në mënyrë të barabartë parimisht. Do të thotë në pasurinë e shtetit, në të mirat e shtetit, në shërbimet e shtetit, duhet të jenë të barabartë të gjithë parimisht. E jo edhe këtu të abuzohet dhe jo një grup i caktuar të përfitoj, ndërsa pjesa dërmuese më e madhe e njerëzve të privohen nga pasuria e përgjithshme, nga shërbimet dhe nga të mirat e përgjithshme. Autori këtu e sjell ajetin e kaptinës Hashr, ajetin 7, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa ibn as-sabili kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya'i minkum. Është interesant, autori këtu e sjell një ajetin 7 surës Hashr. Kjo tregon se autori ka qenë njës i holl dhe i thellë i Kur'anit famullar dhe mësimeve të Islamit, thot nuk është e drejtë që të përfitojnë nga pasuria e përgjithshme vetëm një grup i njerëzve apo vetëm disa banor, por aty në pasurinë e përgjithshme kanë hise dhe përfitojnë. Edhe ata që janë tash ajeti i përmend disa kategori të shoqërisë, thot jetama, ata që janë bonjak, jetim, mesakin, ata që janë skamnor, ibn as-sabil, ata që janë kalimtar të rastit, do të thot një njeri i cili po zëjmë është i huaj për arsye ku ta di une i ka humb pasuria, nuk ka mundësi të kthehet në vendin e vet, ku ta di une, do të thot ajeti përmend disa kategori, këto nuk janë të vetmet, por ideja dhe poenta e ajetit është që në të mirën e përgjithshme dhe në pasurinë e përgjithshme dhe në shërbimet që i ofron shteti dhe në të mirat që i ka shteti kanë hise të gjithë në mënyrë të barabartë parimisht. Kanë hise të gjithë në mënyrë të barabartë parimisht, e jo të mirat e shtetit t'i gëzojnë vetëm një grup i njerëzve. Pastaj autori Derrazi rahimahullah tek ky kapitull, normat etike dhe shteti, ndalet tek një çështje tjetër, e tash obligimet e qytetarëve karshi shtetit. Ma herët u ndalem tek disa norma dhe tek disa detyrime të udhëheqësve dhe prisave karshi qytetarëve, karshi shtetit. Tash autori përmend cilat janë obligimet dhe detyrimet e popullit dhe të shoqërisë karshi shtetit. E para, respektimi i ligjit. Do të thotë qytetarët të gjithë duhet ta respektojnë ligjin, rregullin, rregullat që janë në atë vend ku jetojnë e kështu me radhë. Autori këtu e sjell ajetin e kaptinës Hashr, ku Allahu dhul Jalal thot wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha shadidul iqab. Ato çfarë juve u ofron dhe ju sugjeron, ju rekomandon pejgamberi, pranojeni, merreni, respektojeni. Ato të cilën ja u ndalon, largoni prej saj. Do thot ato që vijnë urdhra nga pejgamberi duhet t'i respektojmë. Ato që janë ndalesa nga pejgamberi duhet të largohemi. Wattaqullah, frigojeni Allahut, innallaha shadidul iqab, nëse nuk i frigohemi Allahut, nëse nuk respektohen paraprakisht rekomandimet që vijnë nga qielli, nga autorizimet që i ka marrë pejgamberi nga Allahu, atëherë dënimi është i dëmshëm. Do thot, këtu pejgamberi alayhis salam është sinonimi i shtetit, do thonë tek ajeti, për me kuptu kontekstin e ajetit. Këtu pejgamberi alayhis salam është shteti. Do thot, Kur'ani po thot, ato çka juve u urdhënon pejgamberi, zbatojeni. Ato çka pejgamberi u ndalon, largohuni. Do thot, kjo nën kupton tash me përkthy në kohën tonë moderne, ajeti neve na sugjeron që ne duhet ta respektojmë shtetin, duhet ta respektojmë ligjin, duhet të respektojmë rregullat dhe normat që janë brenda asaj shoqërie dhe brenda atij shteti ku ne
ku ne jetojmë. Pastaj, një detyrë dhe obligim tjetër i qytetarëve karshi shtetit është uniteti. Qytetarët duhet bëjnë përpjekje që të jenë unik, që të jenë të bashkuar, që të mos ketë polarizime, që të mos ketë rrugë edhe shtigje që përqahet dhe polarizohet shoqëria. Tash, këtu autori mes tjerash e përmend e sjell ajetin e Ali Imranit 103, wa'tasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu. Dhe ju gjithë kapuni fuqishëm rreth litarit të Zotit, ju gjithë duhet të jeni unik rreth Kur'anit, të bashkoheni, wala tafarraqu, e mos u përçani në mesvete. Do të thotë Kur'ani tash këtu është sinonimi shtetit. Do të thotë kështu i referohet Allahu pejgamberit alayhis salatu wasalam, nga se pejgamberi e ka udhëhequr vendin e tij edhe shoqërinë e tij me Kur'anin fesnik, me Kur'anin famlar, dhe gjithë ata të cilët nuk kanë dashur me i pranuar rekomandimet e Kur'anit, Kur'ani ka thonë ju atëre po bëni përpjekje që ta përçani shoqërinë dhe ta përçani atë punën dhe mundin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pastaj një obligim tjetër i qytetarëve karshi shtetit është se qytetarët obligohen që të braktisin dhe qëndrojnë larg çdo lloj krimi, po themi, dhe çdo lloj të keqe e shkatrimi e fesadi. Këtu autori e bjen ajetin e kaptinës Araf 56, thot Allahu dhul xhelal, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allahu thot mos provoni me bë shkatrime në tokë pasi që në tokë kishte qetësi dhe rregull. Mos e prishni rregullin në tokë. Do të thotë shkatrimet në tokë manifestohen dhe vinë në shprehje kur prishet rregulli dhe qetësia që është në një vend, dhe sot të gjithë njerëzit në përgjithësi e dinë çka është e mirë dhe çka nuk është e mirë, çka është e dëmshme dhe çka është e dobishme, çka është shkatrim dhe çka nuk është shkatrim, çka është krim dhe çka nuk është krim, e kështu me radhë. Prandaj Allahu dhul xhelal në mënyrë të përgjithshme dhe në mënyrë shumë të thjeshtë dhe të qartë thot wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allahu kërkon që ne të mos bëjmë gjithandej shkatrime në tokë, të mos përhapim trazira, nga se jeta në tokë, Allahu neve na sjelli në jetën e kësaj bote që të jetojmë me dignitet, me qetësi, me rahati, e lumturi e kështu me radhë. Një detyrë dhe obligim tjetër qytetaresk, që është obligimi i qytetarëve karshi shtetit, është se Kur'ani neve na kërkon në emër të normave etike që ne të kemi një rol, ndërgjegja jonë të ketë një rol të fuqishëm në anën e karakterit tonë. Do të thotë duhet të jemi qytetar të ndërgjegjshëm. Autori këtu e sjell ajetin e kaptinës Nisa, ajetin 83, ku Allahu te baraka ve taala kërkon nga ne që t'jemi të ndërgjegjshëm dhe gjithmonë qytetarët ta kenë një vetë kontroll, ta kenë një ndërgjegjësim, dhe ky ndërgjegjësim dhe ky nivel i lartë i ndërgjegjes dhe vetdijes të shndrohet në një aparat, në një instrument ku ne menaxhojmë veten tonë, e vetë kontrollojmë veten tonë, nuk bëhemi destruktiv, nuk përhapim trazira, nuk e ndihmojmë të keqen, nuk kontribojmë në punë dhe dukuri negative e të pesta e kështu me radhë. Do të thonë, ar-riqaba al-akhlaqie, kur njeriu ka një vetë kontroll dhe ky vetë kontroll vjen nga ajo vetdia e lartë e ndërgjegjes dhe karakterit individual, që ajo është si rezultat i një edukimi shpirtëror, një vetdije të lartë intelektuale, ku shpirti dhe trupi dhe mendja dhe materiala të gjitha janë të mishruara dhe muslimani gjithmonë çdo veprim të tij e ka parasysh se Allahu e mbikëqyr dhe ai do t'i jap llogari Zotit të tij për gjitha veprimet e tij. Këto norma
na i sugjeron dhe na i porosit Kurani famlar dhe mësimet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Këtu do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe do të kthehemi inshallah taala me pjesën tjetër me lejen e Allahut më një herë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, jemi duke folur për normat etike dhe shteti, që në fillim u ndalem tek disa detyrime dhe obligime që prisat dhe udhëhecësit duhet t'i kenë parasysh dhe në konsiderat edhe norma etike si udhëhecës që janë karshi shtetit, karshi qytetarëve, shoqërisë e tyre e kështu me radhë. Pastaj u ndalem tek një pjesë tjetër që ka të bëjë me detyrimet dhe obligimet e qytetarëve karshi shtetit, dhe i përmendëm disa prej atyre detyrimeve dhe normave që duhet t'i kemi parasysh si qytetar dhe bashkëqytetar këtij vendi dhe këtij shteti ku ne jetojmë. Si qytetar të shtetit ku jetojmë, po ashtu duhet të kemi parasysh se ne nuk duhet të bëhemi në asnjë rrethon, në asnjë moment pjesë e çfarëdo lloj dëmi që mund t'i shkaktojmë vendit dhe shtetit ton, qoftë në mënyrë direkte apo indirekte. Kjo duhet të kihet parasysh në veçanti kur pëzëm një shoqëri, një vend, një shtet është i rrethuar me armiq dhe asi njerëz që ja dojnë të keqen atij vendi. Për fat të keq, ne e kemi këtë fat, nga se ne në shtetin ton dhe në vendin ton, në Kosovën ton të dashur, për fat të keq nuk e kemi përmbyll në plotëni procesin ton të shtetësisë, prandaj kemi probleme të vazhdueshme dhe e kemi një armik i cili na kujdestaron vazhdimisht për të na shkaktuar dëme, për të na shkaktuar probleme, për të na shkaktuar pengesa, për të mos lejuar që ne të zhvillohemi si shoqëri, si shtet në mënyrë të natyrshme. Prandaj armiku jon në vazhdimsi na kujdestaron dhe për kujdeset që të na ballafaqon me lloj-lloj pengesa që ne të mos kemi zhvillim të natyrshëm. Një prej atyre pengesave që janë shumë të dëmshme e që i shkaktojmë dëm vendit, shoqërisë, shtetit, është kur dikush për qytetarëve tonë me vedije apo pa vedije mund të bëhet edhe bashkëpunëtori i armikut, waliyadhu billah. Allahu na ruajt, kjo është shumë e rëndë, kjo është shumë e sankcionuar nga aspekti fetar. Bashkëpunimi me armikun, qoftë direkt, qoftë indirekt, për ta dëmtuar shtetin, për t'i dëmtuar bashkëqytetarët, është vepër shumë e rëndë dhe gjykohet në mënyrë shumë të ashpër. Prandaj autori këtu e ka sjell ajetin e parë të kaptinës El Mumtahine, ku Allahu Tebaraka wa Taala në mënyrë të qartë dhe të prerë kërkon nga gjithë ne që në asnjë rrethon nuk duhet të kemi bashkëpunim dhe ta ndihmojmë armikun. Ai i cili është armiku jon, në asnjë rrethon nuk guxojmë që të bëhemi pjesë e bashkëpunimit që ta dëmtojmë vendin ton, ta dëmtojmë shtetin ton, ta dëmtojmë e shoqërinë ton në asnjë rrethon. Nëse kjo ndodh, atëherë kjo është një vepër shumë e urrëtur dhe shumë e rëndë tek Allahu Tebaraka wa Taala. E kemi obligim që të kujdesemi për sigurinë e përgjithshme, sikurse që kemi obligim të ruajmë dhe të kujdesemi për paqen. Do të thotë paqja dhe siguria janë dy elemente shumë rëndësi, kisha dashur me thonë ndryshe, janë dy emanete që ne kemi obligim si qytetar të vendi edhe për paqen, por edhe për sigurinë, t'i kuptojmë si emanete dhe të kujdesemi për këto dy emanete dhe nuk duhet të lejojmë që askush guxon me të cenu qoftë paqen, por qoftë edhe sigurinë e përgjithshme. Një normë tjetër etike shumë e rëndësishme që Islami na sugjeron është se dhuna dhe përsekutimi në çfarëdo lloj forme që mund të manifestohet nuk duhet të jetë pjesë e shoqërisë tonë. Ne nuk duhet të jemi të dhunshëm,
nuk duhet ta përdorim mekanizmin e dhunës, nuk duhet t'i dhunojmë të tjerët në asnjë formë. Vëllezër dhe motra, kur themi dhuna ndalohet në Islam, nuk nënkuptohet kjo vetëm ajo dhuna klasike, dhuna e vrasht. Sot kemi dhunë psiqike, sot mund kemi dhunë propagandistike, sot mund kemi dhunë mediale, sot mund kemi dhunë ku njerëzit fyhen e përsekutohen duke u linqu, duke u etiketue, ku ta diune, prandaj në kuptimin e përgjithshëm, pastaj edhe në mënyrë të veçantë çdo që mund të manifestohet, nuk ka hapësirë dhe vend në Islam për dhunën dhe përsekutimin. Prandaj Allahu dhul xhelal i thot pejgamberit alayhis salam, po i përmendi kalimthi 2 ajete. Ajeti 256 Bekara, la ikra fi din, nuk ka dhunë në fe, si dhe El Ghashi ajeti 21-22, fadhakkir innama anta mudhakkir falasta alejhim bimusaitir. Është detyra jote, i thot Allahu pejgamberit, ti ata me i përkujtu, me i mësu, me u tregu të mirën, të vërtetën, me i thirr në rrugën e Zotit, por ti asnjëherë nuk duhesh të jesh i dhunshëm mbi ta. Asnjëherë. Nuk është detyra jota e jotja në mënyrë dënshme, me i bind, me i detyru, detyra jotja është Muhammed me i përkujtu, me i thirr njerëzit në besimin e drejtë, me u tregu rrugën e drejtë, me u tregu rrugën e besimit, me u tregu halalin, me u tregu haramin, me i tregu vlerat e kështu me radhë. Por kjo asnjëherë nuk na jep neve të drejtën që ne të jemi të dhunshëm. Një çështje tjetër që duhet ta kemi parasysh në raport me shtetin ton, me obligimet dhe detyrat që i kemi si bashkëqytetar, me etikat dhe normat që duhet të kemi parasysh karshi shtetit, është se nxitja e urrejtjes, gjuha e urrejtjes, racizmi dhe pastaj gjitha format që e manifestojnë dhe e shprehin urrejtjen në një formë apo formë tjetër, janë të ndaluara në Islam në mënyrë kategorike. Do të thotë Allahu te baraka ve taala në Kur'anin famlar neve na edukon që nuk lejohet në asnjë formë të nxitet urrejtja, nxitja e urrejtjes. Dhe shpërfaqja dhe manifestimi i kësaj mendësie është e ndaluar rrepsisht në Islam. Për autori sjell disa ajete interesante, po e zëm e sjell ajetin 108 nga kaptina An'am. Allahu dhul xhelal shiqeni çka i sugjeron pejgamberit alayhis salam. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighayri ilm. Mos përdor gjuhë të urrejtjes dhe mos i thy zotrat e atyre që po e adhurojnë pa drejtësisht dikën tjetër jo Zotin. Do të thotë pejgamberi alayhis salam është ballafaqu në kohën e tij kur i ka zbrit ky ajet me disa njerëz që kanë pas idhuj, kanë pas puta. Zotnat e tyre kanë qenë pej drunit, pej gurrit, pej kuta diune. Mos ja ushajti zotrat atyre se pastaj ata nga pa dituria, nga ignoranca do ta shohin Allahun. Dhe ky ajet është i përgjithshëm që duhet të na shërben neve si një normë etike shumë e rëndësishme në përgjithësi në jetën tonë me gjithë ata që mund të kemi dallime. Sot njerëzit bojnë tifo. Më lejeni ta marrni shembull. Po zojmë në sport, në futboll, në basketboll, ku ta diune. Sot njerëzit kanë ekipet e tyre të preferuara. Disa kanë kalu deri në një fanatizëm, saqë janë fanatik dhe nuk pranojnë kompromis në dashurinë dhe tifon që ata e kanë për një ekip të tyre. Kjo nuk lejon që pastaj dashuria dhe tifozllëku që e bëjnë për ekipin e tyre me kalu deri në një urrejtje me ekipin tjetër. Nga se kjo atëherë në Islam konsiderohet një ignorancë, konsiderohet një mendësi dhe një mentalitet i papjekur. Nuk është maturi, po ti ke dëshirë edhe ki drejt me pas simpati dhe dashuri për ekipin tënd. Po deri në një mas me urrejt dhe me ushqy urrejtje e hasmeri e armiqësi për tjetrin që i takon një grupi tjetër. Unë mora shembull tifozllëkun në sport. Dhe paramendoni kur tifozllëku bëhet në fushat e tjera. Në fushat e tjera. Prandaj nxitja e urrejtjes, gjuha e urrejtjes, pavarësisht
nga çka motivohet është e pranueshme dhe nuk duhet të pranohet, edhe në Islam është e papranueshme çfarë do lloj urrëtie dhe nxitje e urrëties ndalohet në mënyrë kategorike. Kur jemi tek normat etike dhe shteti, jemi krejt në fund, dua të ndalem kalimthi, shteti ndonjëherë karakterizohet edhe me gjendje lufte, Zoti mos e dhasht, lufta është e urrëtur, pejgamberi alayhis salam thotë mos e shpresoni asnjëherë takimin me armikun, por nëse vijnë rrethana të tilla, atëherë duhet të qëndroni në mënyrë të dinjitetshme. Në rrethana lufte po ashtu ka norma etike, e që ndoshta nuk është tani këtu, nuk kemi hapësirën se jemi këtë në fund të emisionit, por ato normat etike të përgjithshme të Islamit është se jeta e njeriut ka një çmim që nuk mund të vlerësohet me asnjë çmim tjetër, do të thotë jeta e njeriut është e vlefshme, jeta e çdo njeriu është e vlefshme, prandaj nuk të duhet të privohet padrejtisht askush nga jeta e tij. Pastaj në kushte lufte dhe në gjendje lufte njerëzit e dopt, fëmijët, gratë, civilet, të pafajshmit, të moshuarit, njerëzit që përfaqësojnë religjion, fe, besime, godinat fetare janë të paprekshme, nuk shkatrohen arat, fushat, nuk prishen dhe nuk shkatrohen spitalet, shkollat, fabrikat e ujit, ku ta diune, do thotë to janë normat përgjithshme të cilat Islami i ka parasysh në momente kur zihen rob, kundërshtarët dhe armiqet duhet të trajtohen me dinjitet dhe me kujdes, konform rregullave njerëzore, të dinjitetit, të humanës e kështu me radhë. Më vije keq sot në kohën tonë moderne, në kohën tonë bashkohore, e jo rallëherë shohim se si shkelen dhe cënohen të drejtat e njerëzve, se si shkelet dhe cënohet humania dhe njerëzorja, sa rezoluta ndërkombëtare në Kombet e Bashkuara ndër dekada janë marrë në situata dhe për rreth situatave të caktuara, ndërsa këto 2 vitet e fundit me vije keq rezolutat ndërkombëtare në Kombet e Bashkuara pothuajse çdo ditë cënohen dhe shkelen në mënyrën më humane kur shohim se çfarë po ndodh në Palestinë, në Gazën e përgjakshme, ku atje civilet, njerëzit e pafajshëm, fëmijët, njerëzit e moshuar, njerëzit e smuar në spitale, shkolla dhe gjithandej privohen nga jeta me një gjakftofësi dhe me një heshtje të pa kuptueshme sot në botën tonë moderne. Nuk e di në një të ardhme të afërt kur do të ndalet lufta dhe një ditë sigurisht do të ndalet dhe lutim Allahun dhul xhelal që të ndalet gjaku dhe gjakderdhja në atë pjesë të botës, por gjithandej botës ku ka lufta, por kur njerëzit e mençur do të ulen dhe do të analizojnë dhe do të bëjnë një analizë kësaj pjese të historisë tonë, e kjo është një pjesë e cila botës moderne dhe humane nuk i bën nder, nuk e di se cilat do të jenë analizat dhe si do të arsyetohet vrasja e njerëzve të pafajshëm, vrasja e fëmijëve, civilëve, të moshuarve, të sëmurëve e kështu me radhë. E lutim Allahun dhul xhelal edhe një herë që të mos ketë gjakderdhje askund dhe të ndalen këto lufta të çmendura, të cilat janë të pakuptimta dhe janë komplet jo humane dhe jo njerëzore. Ju vëllezër dhe motra, kudo që jeni, në fund e lutem Allahun dhul xhelal që juve dhe neve Allahu të na merr në kujdesin dhe mbrojtjen e tij, kudo që jeni, Allahu qoftë mbrojtësi i juaj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.